Gjatë mbrëmjes në dhomën e gjumit të shtëpisë së Big Brother VIP Benja 5, një moment paqe është regjistruar mes Brikenës dhe Mateos. Pas një periudhe të shoqëruar me keqkuptime dhe distancim nga njëri tjetri, Brikena ishte ajo që ka marrë iniciativën për të normalizuar raportin mes tyre. Me një qasje pozitive, ajo i ka kërkuar Mateos gishtin e vogël, si një gjest tradicional dhe simbolik, për të lënë pas debatet dhe për të pajtuar. Gjatë këtij ndërveprimi, Brikena i drejtohet atij me fjalët: "Ma jep gishtin të pajtohemi. Kurrë prej meje s'ke për të ndarë." Kujtojmë se kjo kthes në sjelljen e saj vjen vetëm pak kohë pasi ajo ishte shprehur e bindur se karakteret e tyre nuk përshtateshin, duke argumentuar distancimin e tyre me kokfortësinë dhe papajtueshmërinë e shenjave të zodiakut. Ky pajtim i ri shton një tjetër dinamik në raportin e tyre të luhatshëm brenda shtëpisë. Megjithatë, kjo gjë duket se është bërë pak problematike apo e mërzitshme për publikun. E gjitha kjo për faktin se Brikena në një moment i afrohet atij dhe tjetrin i largohet dhe vazhdon në njëjta gjë gjatë gjithë kohës. Prandaj fanset kërkojnë të dinë nëse kjo është e vërtetë apo mos. Brikena këtë gjë po e përdor vetëm që të qëndrojë në shtëpi, pasi e ka vënë re që publiku i pëlqen ata të dy shumë bashkë. Edhe banorët, sidomos Rogerti, nuk janë fare dakord për këtë lidhje të tyre dhe thonë që Mateo ka ndjenja, por Brikena e përdor atë dhe tashmë asaj u ka mërzitur shumë Mateo, pastaj ai po i jepet shumë mbas asaj. Dhe kjo gjë është shumë konfuzuese dhe i bën njerëzit të dyshojnë në këtë lidhje apo marrëdhënie të këtyre dy banorëve. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit tonë. Ju faleminderit.